Është ora 3 e mëngjesit, jemi këtu te argjinatura që është dëmtu. Nuk është as stak kriminal, nuk është as neglizhencë, është një aksident, një situatë që ka për shkak të vështira të botit. Megjithatë ne jemi këtu, është e dyta herë që vim, do vim sa herë të ketë nevojë, sepse primare për ne është shpëtimi i njerëzve, mos agravimi i situatës. Dhe për hir të kësaj ne qëndrum këtu gjithë natën, nuk shku me fjetë gjumë dhe jemi drejt fundit të mbylljes. Gjithsesi ne quajmë sukses, pavarësisht se situata ne do i kalojmë her pas here, sepse jemi në punë, dhe duke qenë se jemi në punë, normalisht që do kemi edhe problematik, por varet se sa si e adreson problematikën dhe sa përshtohesh dhe çfarë ato që po bëjmë ne bashkë me Forcën e Kullimit, bashkë me forcat e emergjencave të ushtrisë, me bashkim, me kompanitë private, është një kombinacion i pashembull i cili po jep rezultatet e duhur.